Bota tamam është 2 tavore, s'ka 3 tavore. Muslimant e vërtet dhe ata që i përkrajnë muslimant e vërtet për jo muslimanve, agresorët prej armiqve të islamit edhe munafikt e muslimanve bashkë me një tabor, 4 tabore, 2 tabore. Shtu e ka përshkruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fundi botës që do dohen vend edhe dhiq që themi na në gjuhën tonë. As mendjet tona, as zemrat tona nuk duhet të kemi të drejtuara as ka lindja as ka perëndimi. Po duhet të kemi të drejtuara vetëm ka Allah. Atyve as njonit nuk i shkon menja për asken për njerëzve në ato gjendje. Ata 24/7 veç me Allahun i kanë muhabetet e veta. Prej asaj lufte deri sot që ndodh tani në Palestinë, gjithë banorët hemen se një zër i thënë neve veç Allahun e dëshirojmë edhe synojmë dhe asken veç ti nuk kemi. Edhe nuk e ka një pjesë e madhe e muslimanëve, qofshin pushtetar, qofshin popull i thjesht, hala nuk e kanë këtë bindje që veç me Allahun duhet me rregullu punët për ekonomi.